Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira, mirësi dhe bekimet e Zotit qofshin mbi ju. Lut Zotin të jeni mirë dhe lut Zotin të na ketë pranuar duat edhe lutjet, dhe lut Zotin të kemi qelluar asaj mirësisë madhe të Zotit që kemi shpresuar, megjithse gara vazhdon të jetë e hapur deri në fund të Ramazanit, pasi ne mendojmë dhe besojmë që nata e Kadrit është në këtë vit netësh, kështu që jemi akoma në përpjekjen tonë dhe në mundimin tonë për të arritur mirësinë edhe vlerën e natës së Kadrit. Megjithse, siç e kemi thënë, më shumë të shpesohet në netët teke dhe më shumë të, do të thënë, shpesuar në këtë natë që lam, po megjithatë prapë mbetet e hapur situata dhe ne kemi edhe disa ditë për të kërkuar natën e Kadrit. Sidoqoftë puna, Zotit i lutem që për kushtimin ton, lutjet tona, duat tona na i ketë pranuar dhe lut Zotin e madh që asnjë lutje mos ketë shkuar bosh në këtë natë nga gjithë secili prej nesh. Amin. Siç e kemi bërë traditë, rrim kështu para namazit sabahut së bashku për të parë ndonjë pyetje që mund të kenë vëllezërit ose motrat. Është koha që është mbyll së fyri, padyshim, dhe jemi në ato momentet kur ne po përgatitem për namazin sabahut, por themi që inshallah Zoti i Madh na mundson të bëjmë vepra të mira. Thot nga Malmo, desha të dia bën dëgjojmë hutbën ton live në ditën e xumë kur imami këtu në Suedi flet në gjuhën që unë nuk e kuptoj. Jo, nuk bën. Ju dëgjojeni atë që thot hoxha atje, pavarësisht se nuk e kuptoni, dhe pastaj inshallah taala mund të dëgjosh hutbë të tjera, po jo njëkohësisht të dëgjosh një hutbë tonë këtu live me hoxhën atje që po dëgjon atje. Nuk është kjo prej etikës së xumas. Të jetën udhtojmë aeroplan, a duhet bëjmë iftar në orar këtu ku jetojmë apo në vendin ku mrrim? Në vendin ku mrrini. Selam aleikum, thot nga Ballabani. Wa aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nga Zvicra, wa aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nga Frankfurti, wa aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nga Konispoli, wa aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa aleikum selam, kusha. Allahu i rrit. Selam nga Berati. Nga Charlestoni, South Carolina, wa aleikum selam wa rahmatullah. Hoxh, sa ditë kam kohë t'i fal 6 ditë për cjellse. 6 ditë për cjellse nuk falen, pa agjërohen. Dhe fillojnë nga dita e 2 të Bajramit deri 27 ditë plus. Nga dita e 2 të Bajramit deri 27 ditë plus. A pranohet lutjet për babën që ka ndruar jetë dhe në shtëpi pa shku tek varri? Po pranohen. Po pranohen. Nuk është kush patjetër shkosh ke varri. Selam nga Borkeni i Gjermanisë, aleikum selam wa rahmatullah. Keni selam thot nga Belgjika, aleikum selam wa rahmatullah, nga Toskana, aleikum selam wa rahmatullah, nga Tetova, nga Prishtina, nga Rimini i Italisë, nga Franca, tu në Francë i falin teravit. Këtu në Francë i falin teravit par mbrëm deri vonë, mbrëm deri në orën 10, se kuptova, ju thoni në atë katër këta par mbrëm i mbërëm. Stresit zero. Falë, si që falet imami ku ti falesh këtë xhami atje. Mos u ngatrohet çfarë bëjmë ne këtu. Ndiq hoxhën atje, imamin atje. Selam nga zyra e hoxhës. Ose të regoni gjitha sekretet. Djem pasi fale namazin sabahut, rash të flia dhe mu bo sikur po më hajshin qend. Por isha shumë e vetëdijshme se nuk ishte ëndër, ishte hera e dy që po ndodh në Ramazan. Stresit zero, mos e vrit mendin se gjëra që ndodhin janë. Ëndrat nuk do thot me i marrë shumë në konsiderat. Selam nga Berni, aleikum selam wa rahmatullah, nga Miniu, aleikum selam, nga Mitrovica, aleikum selam. Kam nënë dhe nuk ka pas mundësi me agjëru dhe donë me e pagujt. Kur jepen lekët?
sa më shpejt që të keni mundësi. A mund të japim 10 ditë që japim fitrat? Po, mundeni. Nga Korça, dëgjoni, Zoti rujt, alaykum selam wa rahmatullah. Nga Vlora, alaykum selam wa rahmatullah. Amin, gjithë dhe bashkë. Nga Gjermania, alaykum selam wa rahmatullah wa barakatuh. A gjoj po të shkoj në Itali, atje hapet iftari më vonë se në Durrës. Du ta çel me orën e Durrës dhe po me orën e Italisë, atje ku të zen me ato orë çele. A mund të bëjmë 2 nga 2 ditët për cilësit Ramazanit? Po, 2 nga 2, 3 nga 3, 1 nga 1, 1 me 2 me 3, s'ka problem. Stresi zero. A quhet avdesi kur e merr gjatlarjes? Po, quhet nga Bergamo, nga Bergamo, e Italisë, okay, nga Bergamo e Italisë. Nga Kalaja e Dodës, i rrit Zoti. A mund të flasim privat? Po, mund të flasim privat patjetër. A ta fik tani live-in që të flas me ty zemra? A dëshiron ta fik live-in që të flas me ty? Ej, Zot na bëj, na jep sabër Allah. Kemi vite si familje ku agjerove vetëm stres, ndodhen. Hajë, inshallah gjëra që ndodhin, duhet të jeni më të qetë, duhet të jeni më të përmbajtur. Fitër Bajrami, a mund falet në shtëpi? Jo, Fitër Bajrami falet vetëm me muslimanët në shesh. A është vërtet se kur një i vdes në muajin e Ramazanit futet direkt në xhenet? Inshallah, nëse është besimtar, po, inshallah. Besoj se po bën blok të adresë në gjëra se pram na kem smur zemrat se si ti prita hosh me bo bloka. Për Zotin ta bëj blok tani prap. Kështu që mos komento mos se ta rasa i tjetër. Që është bo bloka ti thot. Njëri jam thonë, bëj bloqe. Vetëm ustallarët që ndërtojnë pallatet do bëjmë bloqe, do bëjmë edhe ne bloqe. Kush e ka filluar Ramazanin në Shqipëri, po në ditën e Bajramit është në Gjermani. E bën Bajramin ku ta zej si mas venit atje. Nëse i ngeli ditë mangët nën 29-shën, e bën më vonë. Selam nga Përtej Oqeanit, Ermali, Allahu të rujtë, alim selam, rahmatullah abid. Gjavzotaj, alim selam, Prizreni, alim selam, Norvegjia. Jam falur duke të shikuar live, të kam llogarit imam në namaz. Inshallah, Zotit ta pranoh, qatë të mund. Ti e pas ke bo. Se ta njoni tha, hoxha, tha, bon mu fal me imam në Qabës. Tha hoxha, bon, tha, po vetëm mbuloj edhe frigoriferin me i copë zez, futi dhe i tawaf, e në bo umren. Zotin madhe, alhamdulillah. Me erdhi një ndjesi gëzimi ku isha duke u falur. Alhamdulillah, falu sa më shumë që ky gëzim të vazhdojë më shumë. Me çfarë duhet të përgjigjemi vetes tonë kur nefsi ynë nafton të bëjmë mëkat? Thuj, do të takojmë Zotin, si çfarë do të themi Zotit, edhe nefsi stabilizohet. A mund të bëjmë një rukje burrit tot bo 4 vjet që kurohet për depresion? Po bëjë një rukje, shumë mirë, nuk është ide e keqe. Pse në Qabën e Bekuar bëhet rrotullimi 7 herë? Sepse janë 7 palë qie dhe 7 palë toka, edhe ne rrotullohemi 7 herë. Edhe xhehenemi ka 7 palë dyer, inshallah që të na mbyllën dyert e xhehenemit. Asnjëherë nuk pyetet pse. Asnjëherë, po thuhet çfarë urtësie ka? Çfarë urtësie ka? Është më mirë me fal namazat me xhamat në xhami apo në shtëpi? Nëse është Ramazan, më mirë është në xhami. Çfarë ditë është Bajram? 20 mars 2026. Hoxh, nëse dikush shan filan hoxh në pranin time, a kam gjynat ta shaj edhe unë apo ta godas? Jo, as mos e shaj, as mos e godit, po ik për ati veni. Ik për ati veni. Selam nga Podujeva, alaykum selam, rahmatullahi wa barakatuh. Allahu ta mund sof me maru. I vëzim nga Austria, alaykum selam, nga Prishtina, alaykum selam. Nga Bari, alaykum selam, rahmatullahi wa barakatuh. Nga Prishtina, nga Gjermania. Nëse jemi duke fal
farz me imam, mas el Fatihas, a lejohet me këndu sure me sejdë dhe si mund të veproj? Nëse jemi duke fal farzit me imam, mbas el Fatihas, a lejohet me këndu një sure? Po si do të lexosh kënduar suret e a ke imam? O insan, a ke imam? Si do të këndosh ti sure me sejdë mas imamit? Imamin kom ti bjerë bo sejdë se i të lezu ajetin me sejdë. Thiri menjes, o popull. Unë po falja namaz natën një xhami dhe papritur erdhi njëri pa njohur dhe me lyu me parfum bajor. Sa më lyu me parfum, më kapi koka dhe më dogji sytë dhe ndjeja pak si trullosur. Çfarë të bësh? Kafshët ekzistojnë. Burri uj namaz ai ka shku e ka ly, e ka parfumos. Hajvan me hajvan, hajvan insan, quhet ky. Hoxh, unë jam një femër, a bën me fal bajramin në shtëpi, se nuk kam mundësi me shku në xhami? Jo. Në shtëpi, në orarin e bajramit, fal 2 rekat nafile. Selam nga Kërk, Kroacisë. Amin. Këta të shtëpisë të donin të bëshin në hall për natë kadri, por i faula dhe nuk i lash. Sepse i thash nuk ka bazë fetare, është traditë popullore. Bravo, shumë mirë ke bo. Bravo. Si jemi? Sa është ora? Mirë, atëherë po mjaftohemi me kaq inshallah taala, sepse erdhi koha e namazit edhe unë do shkoj në xhami të falem edhe unë. Jam edhe unë muslimanëra. Duhet më fal. Allahu ju lut. Selamu alaikum. Na boni Allah se s'po i lexojmë dot të gjitha pyetjet. Ju du shumë. Selam.